Pas rreshjeve të dëndura të shiut që pushtuan vendin javën e kaluar, thuajse në të gjithë territorin ka një përmirësim pas dëmeve të shkaktuara nga përmbytjet. Në bashkinë e Shkodrës më problematike situata mbetet në Obod. Aksi rrugor që lidh zonën me rrugën kryesore vijon të ketë prezencë rreth 90 cm nga 1 metër që kishte një ditë më parë, duke treguar tendencë rënje. Mjetet dhe varkat ndollen në terren në gatishmëri për të garantuar aksesin dhe ndihmën për banorët. Vijon gjithashtu të ketë prezencë në Oborre, ndërsa nuk ka prezencë të tij brenda banesave. Në njësinë administrative të Dajçit, konkretisht në zonën Urrela-Çirë, që është konstatuar ulje e nivelit të ujit rreth 10 cm, ka prezencë ujë në kanalet kulluese të tokave bujqësore, por nuk raportohet prezencë ujë në banesa, bën me dije shtabi emergjencave. Në bashkitë Vaudeës, Malësie Madhe, Puk dhe Fusharrës, situata mbetet nën kontroll. Nuk raporton problematika për situata emergjente. Sipas të dhënave të datës 14 janar, nivelet e ujit në pikat monitoruese të lumejve Drin dhe Bun mbeten në të njëjtat kuota, poshtë atyre kritike për përmbytje. Hidrovorët janë në funksion të plot, ndërsa nivelet ndodhen në kuotën e 1.90 metra. Në argjinatura dhe vepra ujore deri më tani nuk janë raportuar problematika. Kaskada e Drinit vijon ndërkohë shkarkimet. Hec Koman 200 m3 në sekond, ai Vaudeës 300 m3 në sekond, me një total prej 500 m3. Nivelet e kaskadës janë 292.4 metër në Fierz, 170.6 metër në Koman dhe 73.8 metër në Vaun e Deës. Prurjet natyrore në kaskadë janë 500 m3 në Fierz, 250 në Koman dhe 50 në Vaun e Deës. Në total, sipas Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, prodhimi ditor arrin në 27.000 MW.